E nëse ndodh, për shembull, unë vi dhe tham, doktor Becim, për herë të parë më ka ndodhur diçka e tillë, brenda natës 3 herë kam pas një frymë nxënje. A është apne apo thjesht po fillon diçka? Zakonisht, siç e përmenda më herët, zakonisht apnen shumicën ndërmuese të rasteve njerëz nuk e dinë çka kanë. A nuk e din? Nuk e referojnë vetë. Zakonisht e referojnë partnerët me cilët flajnë, ose një familjar që vren, bile shpesh na ka ndodhur që vinë me telefon që e kanë incizuar, dikon duke flajt edhe që ju ka ndërprer marrja. Edhe na pastaj e vlerësojmë sa është shkalla e ndërprerjes. Ne vim për fundim të apnez në bazë simptomave indirekte. Pra simptomave që gjatë ditës ai ndoshta ka ndërprerje gjatë natës, por nuk e din. Po, e qartë. Hyn në fazë thellë gjumit, kthehet në fazë fillestare, hyn prapë në fazë, pas njëherë nuk pushon. Gjumi është i fragmentuar edhe gati nuk ka gjumë kualitativ. Kur zgjohet, si mos me flajt fare. Pastaj, gjatë problemi i kësaj është që përveç që çrregullon, që shkakton lodhje, çrregullim disponimit, kokëdhëmbje, që vjen si pasojë e mungesës gjumit, gjatë kohës fazave kur kemi ndërprerje të frymarrjes, kemi aktivizim sistemit adrenergjik simpatetik, pra adrenalina lirohet, rritet raja e zemrës, bjen oksigjen për shkak rrëmjes së oksigjenit, sepse kur e masim me pulsoksimetër oksigjeni ju bjen aty. Edhe kjo bën që ata të kenë një nivel të lartë stresit gjatë natës. Edhe gjatë ditës kur zgjohen kanë hipertension, vjen një moshë re thotë kam hipertension. Një djalë 20 vjeç thon kam hipertension, që nuk është e zakonshme. Nuk është e zakonshme. Ajo mund të jetë si pasojë e apnez gjumit ose pulsi rritun. Shpesh tash i sfundi njerëz kanë blerë dhe smartwatch-a. Edhe vinë thonë gjatë natës po më shkon pulsi bin 100, 120, që nuk është normale, gjatë natës pulsi duhet me ra, sepse trupi pushon. Edhe na marrim vesh që ky ka pas, domethënë apne, epizoda apneike, që kanë shkaktuar rritje pulsit dhe këta vazhdimisht kanë probleme me zemër. Pikërisht komplikacionet e zemrës ato janë më të rrezikshme. Sepse këta njerëz që kanë apne e lidhin me fibrilacioni atrial, pulsi shpejtuar, takikardit, çrregullimit të ritmit, pastaj kanë edhe hipertension që nuk rregullohet me barna. Edhe bile sfundi ka dhe studime që e lidhin direkt edhe me vdekjet parakohshme sa i përket të problemeve kardiake. Pastaj janë edhe komplikacione me gjakderdhjen trunç që kanë parë një lidhshmëri direkte me apnenë e gjumit. E mos flasim edhe për probleme tjera metabolike që mund të vinë pikërisht për shkak të këtyre problemeve.